Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes këtu nga studia qendrore në Dritare Televizion. Unë jam Mikele Katanxhilli. Ditën e sotme do të jemi së bashku në intervistën e ditës, ku do të kemë të ftuar avokatin Romeo Karat, cilin e përshëndes në këtë moment. Përshëndetje zoti avokat. Përshëndetje. Zoti avokat, ditën e sotme do të ndalemi tek çështja e GKK-s për vendimin e Belinda Ballukut. Si e komentoni çështjen e Belinda Ballukut, vendimin që ka marrë GKK-ja? Unë mendoj që është një vendim precedent, i cili, në gjykimin tim, duhet ishte marrë në të njëjtën ditë me vendimin përfundimtar, pasi po të respektoj proporcionaliteti, pra pa dyshuar që çfarë vendimi duhet marrë. Duhet parë nga ana profesionale dhe gjykimit ndikimin në kompetencat ekzekutive, qoftë edhe parlamentare, qoftë edhe presidenciale, dhe të gjykoj vetë çështje, sipas procedurës penale. Pra, kjo masë ndaluese, kemi masat shtanguese për të siguruar personin proces, kemi edhe masat ndaluese për të siguruar procesin edhe viktima. Tani kjo masë ndaluese është e nevojshme apo jo? Mund të ka, patjetër unë kam besuar që do të shkojnë në gjykim, se ka interpretim, dhe është një fije hollë që ndan. Dhe duke parë atë vendim, me atë arsyetim, mendoj që nuk e kanë gjykuar pjesën tjetër, pra për të respektuar proporcionalitetin. Me gjithë atë ja vjen të shohim më pas, por mendoj që duke parë se si nisi dhe si u vendosi tani, do të kemi pothuajse të njëjtin përfundim edhe në janar. Kështu gjykoj unë duke parë si u nisë, si është vepruar deri tani. Po pjesa penale nuk është arsyetuar, domethënë, si e shohim këtë? Si ka vepruar prokuroria, si ka vepruar gjykata? Pse ka kërkuar të masë? E ka kërkuar për të ndërhyrë në kompetenca, apo ka kërkuar për të mbrojtur procesin. Dhe mbase dushin vlerësuar edhe faktet e prova. Pra, dashje pa dashje ata duhet të bëni një gjykim themel. Ndryshe nuk mund të vlerësoni kështu. Ky është një vlerësim i përcip. Por duke qenë që e dhanë këtë vlerësim deri tani, atëherë mendoj që edhe vendimi në janar do të jetë në mbrojtje dhe në mbyllje të këtij vendimi të parë që u dha. Avokat, a ishte i drejtë vendimi që GKK-ja mori për Belinda Ballukun, të cilën donte ta shkarkonte nga detyra e zëvendës ministres? Pyetja është e gabuar se nuk ka kërkuar një shkarkim. Nuk flasim për pezullim, jo për shkarkim. Megjithatë ka interpretim. Kushtetuta, njeh imunitetin, por kemi dhe një kod procedurës penale i cili tani unë mund të jem prokuror dhe ata janë gjykatës, nuk e njohim gjithë dosjen. Kjo se unë si prokuror e kam bindur gjykatën që mua më duhet kjo masë që e parashikon kodi procedurës për të siguruar procesin, pra ndjekja penale ka një kod procedure. Çdo ndjekje penale e ngritur jashtë këtij kodi procedurës, kuptohet që është e palishme. Ajo garanton edhe drejtësinë dhe integritetin e procesit. Qofse ka qenë e nevojshme kjo masë, dhe është e diskutueshme, atëherë e detyron të gjykatën, siç thash fillim, të hyjë në themel. Se nuk kemi as vendimin e apelit, nuk kemi as vendimin e gjykatës së lartë. Dhe pjesa minoritare, pra, që nuk ka qenë dakord, 3 gjykatës, e kanë shprehur të fakt. Megjithatë, përveç asaj si e parashikon ligji parashikon qartë, kemi një sugjerim që kemi nga organizatat europiane, kemi rastin Velie, nuk po marrim analogjinë, se analogjia nuk ecën shumë në fushën penale, bile nuk lejohet. Ata kanë kërkuar që jo se Velia është i pafajshëm dhe ka imunitet, ka
vepra penale. Se ndryshe atëherë s'kemi drejtësi dhe këtu është kërkesa kryesore. Por, duke qenë që është i zgjedhur dhe ka një pozicion tillë që nuk mund të sharkohet, dhe unë kam parashikuar që nuk do sharkohet dhe nuk u sharkua, aty vendosi shumë mirë gjykata, ata propozuan që le të ndryshojë ligji që dhe Velia të pezulloj. Por, të ishte në shtëpi, të kalonte jo në paraburgim, por në shtëpi, për të mos prishur provat e procesit, ata ishin dakord që procesi mund të preki, por mund të merrë një mas pezullimi. Dhe si ishte thjesht për Velien, po ishte edhe për kryebashkiakun e Stambollit. Dhe u prononcuan rreth një muaj ca përpara. Dhe do vinin në nëndorë edhe në Tiranë për të sjellë këtë lloj propozimi. Pra, propozimet e mbas edhe të Komisionit Venecës, nuk e di tani e kanë ratifikuar ata apo jo, e kanë bërtyrën apo jo, por të këtyre shoqatave të pushtetit lokal nëpër Europë, ishin që dhe kjo mas pezullimi që me ligj nuk lejohej për personat e zgjedhur, të aplikohet e këta që të uli pak presionin lidhur me arrestimet, paraburgimet. Po në krahun tjetër në Europë kemi edhe arrestimet deri në sallë parlamentit. Kemi edhe arrestimet gjykatësh në sallë gjykatës, kur janë në flagrancë. Është parimi mos diskriminimit. Unë nuk e kam kurrë me personin fjalë, unë e kam gjithmonë parim. E qartë. Tani, ne në 17 e Kushtetutës na njeh gjithë barabartë para ligjit. Ne në 18 flet për diskriminimin. Vite të tëra kam që kërkoj të mos kenë imunitet. Për çfarë kanë imunitet? Imunitet për zvaritur drejtësinë. Përse përpara procedura penale unë nuk jam i barabartë për shembull me dikë tjetër. Po bëj pyetjen, nëse